kujtesa jonë nuk do të shtuket. Ajo jeton në rrëfimet e grave të Krushës, në rrëfimet e grave të forta të Krushës, grave të Kosovës, në pritjen e gjatë për ditur fatin e të dashurve, në plagën e hapur që pret drejtësi. Do t'i kujtojmë dhe do t'i bartim në kujtesën tonë emrat e tyre, që t'i njohin edhe brezat që vinë, ashtu si që i njohim ne. Dhe pikrisht sepse i njohim, kemi përgjithësin që ta mbrojmë të vërtetën nga harresa dhe shtrembrimi. Dhe mbi gjithë këtë dhimbje dhe tragjedi, ende rëndon fati i pasbardhur i mbi 60 banorëve të zhdukurve dhunë, për cilët ende nuk ka përgjigje. Shumë prej tyre vazhdojnë të mos kenë sot një vend ku do të prehen, një vend ku familjarët mund të vendosin lule, të ndalen dhe të kryen një akt të thjesht, por të domosdoshëm njerëzor, atë të kujtimit dhe të lamtumirës. Sot, pas 27 vite shpritje të gjatë dhe timshme, është identifikuar Ajvaz Shehu, atë bot 15 vjeç, i cili dhunshëm dhe padrejtisht u nda nga më të dashurit e tij. Sot ai u kthye në vendin e tij, në tokën e tij, për t'u rivarosur me dinjitetin që ishte mohuar kaq gjatë.